Jemi rikthyer në transmetim sërish me këtë zërin tim e kërkoj ndjes publikut shqiptar. Çdo kujt në fund viti boshatizet xhepa, ty të boshatizet zëri. E po ka shumë e kam hedhur o Juli sa që më boshatizet. Do mbaroj edhe i shkretë e ke hedhur. Nga shtëpia e tij erdhi në shtëpinë tonë, po prap gelet brenda shtëpisë së madhe të Topit. Direkt nga Top Channel në Top Albania Radio, Alban Musa. Ku keni Ku i keni? Bravo Alban. Pse si keni ju të bërë trokitjet kështu? Kemi po i fusim kështu, kemi publik me pagesë, po ti e pa kufje, s'ke si e dëgjon. Po ti vesh kufjet e dëgjon. Ja, direktori nga situata. Bravo, më pëlqen. Bravo, jo por çfarë prit. Pastaj për zërin pse shqetësohesh? E kam i çik kështu si ti. Jo, nuk ka problem, ngjan më shumë se bujarë siri. Bujarë siri në çdo episod. Po tani çfarë ti bëjmë me shkretët? I ngjan, nuk e që bën. Kështu që me zë, vetëm me zë. Patjetër, paria zë ministre. E para punës falenderojmë shumë që zgjodhe që një pjesë të ditës ta kalosh këtu me ne. Me kënaqësi shumë por. Faleminderit shumë ju. Si ishte dita sot? Topi apo top fare? Top fare. Top fare, ha? Dita ishte top fare, un jam top fare, ju jeni top fare, ata që na dëgjojnë janë top fare. Bukur shumë, japra top fare, japim lekët. Ja edhe nëse e merr top fare po. Top fare është edhe trafiku me thënë të drejtën se me se erdhëm. Okej. Po gjithsesi. E Alban sa për të dalë borxhit, ke ndonjë pyetje që nuk do doje të ta bënim sot? Ke parasysh? Ju doj ju e bardha zemër. Ti zgjedh mos përgjigjesh pastaj nëse ne të bënim. Zakonisht un përgjigjem për gjithçka. Me vërtet? Zakonisht. Në të gjitha këto intervista ke pas një pyetje që ta ka bërë dikush edhe e ke zgjedhur të mos përgjigjesh. Jo, asnjëherë. Okej. Asnjëherë. Zakonisht I kam thënë të tëra. Me vërtet, po pse nuk jam interesant un? Kush ta ka thënë ti? Nuk ka, jo, dua të them se ke parasysh sot është çështja e skupit, majnë ta gjëra për vete, që ti thon në momentet e duhura. Unë nuk jam këtë, unë I them, kur më pyesin I them I shkreti, nuk është se I mbaj kështu për vete. Alban, je I kënaqur, shumë interesant. Je I kënaqur me rrogën tënde? Patjetër që po. Okej, mirë, shumë. Ndryshe s'do rrit. Është logjike. Po pse je këtu në intervistë me ne dhe nuk je Big Brother? Tani s'ka ftesë apo s'do të futesh? Shiko. Kontent me këtë pyetje. Jo. Nuk është pyetje shumë e vështirë, thjesht po e mendoj mirë që të bëj ndryshimin se më kanë pyetur e pas here për këtë gjë, se u ngjaj shumë si karakter që mund të ecë në Big Brother. Problemi im është tek vetja ime, se formati është fantastik. Ne e dim shumë mirë, është super format. Kam merak se mua po të më kalohen ca limite. Del maloku që kam brenda. Okej. Dhe e mendoj shpesh herë të gjën dhe them kam frikë. Është edhe thik me dy presa, se edhe mund të çoj në stratosferë. Ajo të çon në stratosferë zakonisht. Sido që ti Sido që ti ajo të çon në stratosferë, mos harrojmë që është produksioni më I madh në Shqipëri, është për spektakël, ndikim I jashtëzakonshëm, PR, vizibilitet etj, s'ka nevojë ti llogarisun, pra nuk është, unë nuk e quaj thik me dy presa, se në fundit ti përfiton shumë nëse shkon në Big Brother. Por duhet ta njohësh veten tënde mirë dhe duhet të dish se çfarë do paraqesësh atje dhe ku I ke pikat e tua të dobta. Fakti që un kam këtë gjë, un jam natyrë shumë e qetë, përgjithsisht nuk bëhem shumë kollaj me nerva. Përgjithsisht. Po aty nuk vaj përgjithësi. Në televizion s'është e bën ndonjëherë me nerva. Jo, më ka ndodhur. Ka ndodhur që ka ndodhur. Më ka ftuar që të ka ardhur. Po, me ftuar, me stafin, me shumë gjëra bësh, sepse përditshmëria I ka këto element. Por kur je vet hosti, pra kur je vet mikpritësi, le ta themi, do duhet ta menaxhosh, ta kamuflosh etj. Pastaj por ti je Big Brother. S'ka kamuflim aty. Okej. Nxjerr gjitha. Aty I nxjerr të tëra. Aty edhe kur këdo dushë marrin vesh gjithë. Jo, dhe I kemi parë që I kanë nxjerr të tëra për shkak. Deshe ti I nxjerr, të del vetvetiu, se në fundit nuk mund të shtiresh për një kohë shumë të gjatë. Pra, mund të shtiresh, le ta themi, javë, 2 javë, mund të ruash kontrollin tënd, po pastaj nuk ja pra thash del maloku që kam brenda nuk është e pamundur. Okej. Nëse Alban të kthehemi pak kështu në retrospektiv. Është fjalë e bukur, ëh? Është fjalë akademike. Është fjalë e përmenda sa bukur vlisë ju artistë të zoti madh. Nuk e përdor me Xhelili këtë shumë. Pse janë gjeni lemzën me të shkret. Lëreni me të atje, të jap mësim apo jo? Po vazhdo të japi. Kur kthehemi këtë vit, a ke ndonjë moment specifik që të ka shënjuar kur e kujton 2025? Në çfarë drejtimi? Në çfarë fushë? Në fushën e profesionale, profesionale. Jo.
Nuk e pa, po personale ka ndodhur ndonjë gjë as personale. Nuk kam pasur një vit mashallah të prekim hundun apo ndonjë tjetër. Këtë doni ju, mund të prekni. Ka qenë një vit shumë i mirë, një vit produktiv, pa shumë luhatje, gjëra të vogla të cilat janë lehtësisht të menaxhueshme. Ka qenë një ngritje graduale. I ka arrit programi pritshmërit që kishit fillim sezonit? I ka kaluar. Pra jeni të kënaqur. Absolutisht. Në këtë drejtim, mirë se të vi vit i ri të bëjmë gëzuar. Jam super falendërues publikut, gjithçka ka arritur të gjitha ato çfarë unë i kisha vënë si autor programi, i kisha vënë piketat për të arritur këtë vit. I gjithë ai ushqimi ku shkon më vlla? Ua, e të keqem vllai. Me vërtet? Po. Sa mirë. Po të gjithë mendojnë që ha. Po pikërisht do dim. Tani ke gjithë këto vite në televizion që bën vetëm emisione me gatim. A të pëlqen shumë të hash apo s'di të bësh gjë tjetër? Shiko tani. Cila është tani? Kjo është vite publiku, ka pyetur një zonjë. Ja, jam një. Po, zakonisht zonja pyesë kështu. Jo, a di çfarë thotë me shoqë parantezë kjo. Ime shoqë thotë se sigurisht ka dashamirës që të ndalin rrugës, etj, duan bëjnë foto, të flasin me ty dhe është gjë shumë e mirë, në fakt bën të ndihesh mirë. Po përgjithsisht unë njerëzit që më ndalin, i kam një moshë të caktuar, 50 e sipër. Dhe thotë më shoqë, shikoj, unë nuk bëhem xheloze për ty, thotë fare, nuk kam probleme të tilla, kështu që jam okay.